Miq të dashur, ashtu siç ju kam njoftuar në fillim të këtij edicioni, tani kam kënaqësinë që këtë studio ta ndaj me Aida Olla, dekane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Kolegjin AAB, me të cilën do të shpalosim detaje për projektin Mobility Recognition for Integration dhe çfarë do të ketë në Vlorë me 10 korrekt. Mirëmëngjesi zonja Olla dhe kënaqësi të kem në studio. Mirëmëngjes Amira, faleminderit. Faleminderit edhe ty. Për fillim, çfarë është projekti Mobility Recognition for Integration, për ndryshe shkurt Morin, dhe cili është qëllimi i tij kryesor? Morin është një ndër shumë projektet që Kolegji AAB është duke i implementuar në kuadër të programeve Erasmus+. Kolegji AAB prej shumë vitesh tashmë është një institucion serioz që ka fituar besueshmërinë e Komisionit Evropian. Dhe kjo vret fal faktit që shumë prej projekteve me cilat ne kemi aplikuar kanë marrë përgjigje pozitive dhe janë duke u zbatuar. Kjo falet e zyrës projekteve dhe zyrës ndërkombëtare në kuadër të rektoratit, të cilat janë zyra përgjegjëse për ndërlidhjen e institucionit tonë, pra Kolegjit AAB, me universitete europiane dhe më gjerë. Fal marrëveshjeve që bëjnë, fal pjesëmarrjes në aktivitete ndërkombëtare dhe fal dhe seriozitetit të profesorëve, sepse vërtet zyra e projekteve mund të iniciojë shumë ose mund të ketë shumë ide dhe mund të hartojë shumë projekte, por janë pastaj fakultetet dhe profesorët me seriozitetin e tyre që i japin një sukses të garantuar projekteve. Në momentin që një projekt mbaron me sukses, atëherë dyert janë edhe më të hapura për projektet e radhës. Tani, për sa i përket Morinit, po ju e përmendet edhe më herët, formën e gjatë është njohja e mobilitetit për integrim. Është një projekt në kuadër të përsëri Erasmus+, me koordinator Universitetin e Vlorës dhe Kolegji AAB është një ndër 7 partnerët e tjerë në këtë konsorcium. Gjithashtu kemi dhe Universitetin e Olomouc në Republikën Çeke si një ndër institucionet eksperte, sepse është një kriter në aplikimin për projektet e Erasmus+, që 2 apo më shumë universitete duhet të jenë nga Bashkimi Evropian, të cilët na ofrojnë ekspertizë, po sigurisht edhe roli jonë është shumë kyç. Projekti ka filluar në 2023 dhe përfundon tani në korrik me konferencën që ju e përmendët në Vlorë. Dhe më saktësisht objektivat e tij janë që të harmonizoj plan programet tona brenda konsorciumit, pra brenda këtyre institucioneve që janë partner në projekt, janë kryesisht pra të Ballkanit Perëndimor. Harmonizimin e programeve në bazë të tregut të punës, apo më saktë thënë, krijojmë një kornizë e cila ndërlidh dhe harmonizon jo vetëm plan programet tona brenda institucioneve në konsorcium, por i ndërlidh ato më mirë edhe me tregun e punës. Po, patjetër që edhe për këto kemi me diskutu gjatë intervistës, me na dhënë pak më shumë detaje, po desha me të pyet edhe çfarë pritet të ndodhë në konferencën finale të 10 korrik, çfarë ka mundësi edhe pjesëmarrësit me pa. Konferenca është e hapur për të gjithë, ka një interes shumë të madh dhe Kolegji AAB, sigurisht ekipi jonë, i përbër nga profesor të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, do të prezantojnë gjetjet e një hulumtimi që ka të bëjë me relevancën e programit gjuhës angleze me tregun e punës. Është një hulumtim që ka nisur pak më herët dhe është finalizuar së fundmi, dhe ka ndërthurur një metodologji mikse përpos hulumtimeve tashmë të kryera dhe raporteve të lançuara nga institucionet kompetente për statistikat të tregut të punës. Gjithashtu kemi shpërndar dhe kemi mbledhur të dhëna nga industria, është një term që ne përdorim për kompanit potenciale për të marrë
në punë studentët tanë kur të diplomojnë. Gjithashtu kemi marrë një bagazh shumë të mirë pyetje përgjigjesh nga studentët e diplomuar tashmë, pra ish studentët tanë. Dhe me ju mund të ndaj 2-3 gjetje, sepse mandej në detaje do të prezentohen në konferencë në Vlorë. Faleminderit shumë për ekskluzivan. Më shumë se 88% të ish të diplomuarve janë deklaruar se do të sugjeronin kolegjin AB tek miqtë e tyre dhe të afërmit e tyre dhe shokët e tyre. Dhe një tjetër gjetje interesante është që përsëri mbi 85% të tyre kanë deklaruar se janë të punësuar në profilin ku ata kanë diplomuar. Okej. Se kjo nuk është diçka që ndodhe dhe shpesh të na, se shumica e studentëve studiojnë diçka tjetër e pastaj punësohen diçka tjetër. Kjo ndodh më shpesh te këtu. Është e vërtet, po me rastin e gjuhëve të huaja, kryesisht me gjuhën angleze dhe gjermane, programet cilat ne i ofrojmë në kolegjin AB, tregu është tashmë global. Studentët dhe të diplomuarit janë ata që e kanë eksploruar më së pari dhe ata sidomos na kanë ndihmuar dhe ne që të harmonizojmë programin në mënyrë ndërkombëtare. Jo vetëm me ato, le të themi, trende lokale, të cilat tashmë nuk janë më aq shumë fitimprurse, por punojnë për shembull prej shtëpie për kompani europiane, amerikane, sigurisht. Patjetër. Si do të ndihmojnë objektivat edhe qëllimet e këtij projekti në përmirësimin e arsimit të lartë këtu edhe në rajon? Mira, ne në fakt sa herë që e rishikojmë një plan program, konsultohemi me partnerët tanë punëdhënës. Ky projekt shkon edhe një hap më tutje, përveç kësaj që sapo përmenda, harmonizon plan programin në nivel të Ballkanit. Pra nëse një student nga një X universitet brenda konsorciumit dëshiron të kaloj një semestër në kolegjin AB, do ta ketë shumë më të thjeshtë që kur të kthehet përsëri në universitetin ku ai është i regjistruar fillimisht, do të ketë një le të themi rrjedhshmëri të asaj çka ka mësuar këtu dhe një vazhdimsi të asaj me çfarë do të vazhdojë dhe atje. Sigurisht në projekt do të përfitojnë edhe jo vetëm studentët, por edhe profesorët, edhe politik bërësit e arsimit. Është një shembull i mirë për të marrë, pse jo, edhe nga institucionet të tjera. Ndërkombëtarizimi i kurikulës, përshtatja e rezultateve të nxënit me tregun e punës dhe bashkëpunimi dhe ndërkombëtarizimi i institucioneve. Tashmë universitetet nuk janë thjesht një godinë që jep mësim, pret student dhe i përcjell ata, por është një institucion me dyert hapura dhe një urlidhse midis akademisë dhe tregu të punës. E vërtet. Me që jemi këtu te tregu i punës, si e vlerësoni përputhshmërinë aktuale të programit të gjuhës angleze me kërkesat e tregut të punës? Tendencat globale ndryshojnë shumë. Nëse këtë vit mund të jetë një profesion shumë i kërkuar, vitin tjetër mund të ketë rënje dhe mund të zhvillohet një profesion tjetër. Ajo çfarë bëjmë ne është që ne jemi gjithmonë në kërkim të këtyre ndryshimeve dhe sa herë që vëmë re një ndryshim radikal, mundohemi ta reflektojmë edhe në plan program për aq sa kemi mundësi ligjore që ta bëjmë. Po. Cilat janë disa nga përfitimet, se ceka edhe më herët që do të përfitojnë përveç studentëve edhe mësimdhënësit, po cilat janë më specifikisht ajo që studentët edhe të AB-s, edhe të rajonit, edhe gjithë pjesëmarrësit kanë mundësi me marrë nga ky projekt? Po, sigurisht është përveç pjesës akademike, është edhe socializimi dhe ndërveprimi. Një ndër arsyet pse Erasmus Plus fillimisht është themeluar është t'i mundsoj studentëve ndërveprime njëri tjetrin. Pra nuk është thjesht të mësuarit në klasë, por edhe zhvillimi i tyre social dhe njerëzor. Kështu që besoj që dhe ky projekt do të ketë një kontribut të tillë.
A ka pasur sfida dhe pengesa ndoshta edhe vështirësi gjatë zbatimit të këtij projekti? Edhe cilat kanë qenë ato nëse veç ka pas? Po, duke qenë se jemi një ekip i madh prej 7 universitetesh, një ndër sfidat që mund përmend është kur kemi takimet përbashkëta, qoftë online, qoftë edhe workshope disa ditore, na duhet kohë derisa të gjejmë momentin e caktuar, sepse të gjithë profesorët e përfshirë në projekt janë shumë të zënë. Po, edhe kjo është një ndër sfidat ndoshta kryesore për me gjetë kohën. Dhe shpesh e përmend që ndoshta koordinimi dhe menaxhimi i kohës mund të jetë ndoshta një sfidë e re për të gjithë ne më vonë. Okej. Diçka tjetër nuk ka pas ndonjë vështirësi në çështjet administrative etj, se e dim që OAB-ja është jashtëzakonisht e angazhuar edhe me projekte ndërkombëtare dhe kjo është fal punës që e bëjnë stafi, punës së palodhshme, po gjithçka ka shku mirë, po besoj deri në këtë pikë. Absolutisht, po. Okej. Si parashikoni që rezultatet e këtij projekti të ndikojnë në politikat e arsimit të lartë në të ardhmen? Po, një ndër pikat kryesore pra është ndërkombëtarizimi. Po. Kurikulat, plan programet duhet të ndryshojnë shumë shpesh. Duhet të harmonizohen me tregun e punës. Pra, në fund të ditës, qëllimi ynë është që studentët tanë të punësohen, një numër i mirë i tyre mund të vazhdojë dhe doktoraturën, si tashmë i kemi, disa prej tyre janë shkëlqyeshëm duke përfunduar programin e doktoraturës në universitete prestigjioze europiane, dhe sidoqoftë ose çfarëdo qoftë qëllimi i tyre, universiteti në përgjithësi apo çdo institucion i arsimit lart e ka për detyrë që ta thjeshtësoj kalimin nga akademia në tregun e punës. Okej. Po interesi i studentëve për përfshirje në këto projekte si ndron nga periudha në periudhë? Varet edhe nga gjeneratat, po besoj. Varet nga projektet e Erasmus+. Ka projektet të cilat kanë bëjnë me mobilitetet e studentëve, ka projekte që kanë të bëjnë me zhvillimin akademik apo hulumtime, apo me hartimin e kurikulave, apo plan programeve, qofshin ato për joint masters. Kur vjen puna për projekte në mobilitet, studentët kanë një interes të lartë, sepse tashmë e kanë kuptuar që njohja me moshatarët e tyre përtej Kosovës i jep një tjetër dimension, dhe sa herë që kthehen prej një mobiliteti, na falenderojnë edhe kanë shprehën dëshirën për t'i ndarë eksperiencat e tyre edhe me kolegë të tjerë në mënyrë që t'i nxisin për të shkuar dhe ata dhe ta kenë këtë eksperiencë. Okej. E përmend edhe më herët vullnetin e mirë dhe punën e palodhshme edhe të profesorëve. Projektet e Erasmus+, a janë obligative për ta? Jo, nuk janë obligative, por janë një mundësi shumë e mirë për zhvillim, janë një mundësi shumë e mirë që ata ta njohin veten edhe përtej mësimdhënies dhe hulumtimit, që ndonjëherë mund të jetë edhe individual apo jo, dhe i jep mundësinë për njohje dhe networking. Në fakt, shumë vite më herët nuk ka qenë një fushë shumë e lëvruar, po siç e përmenda fal zyrës së projekteve, zyre cila organizon shpesh edhe trajnime për stafin. Tani profesorët janë më të ndërgjegjshëm se projektet me Erasmus+ sjellin vetë se fitime akademike, por edhe fitime njerëzore në kuptimin që njohin profesor, më vonë mund të vazhdojnë me një bashkëpunim shkencor midis tyre dhe kjo pastaj sjell vetëm gjëra pozitive. E vërtet. A do jetë OAB-ja, a do të vazhdoj të jetë e përfshirë në këto lloj projektesh ndërkombëtare, kryesisht për përfitime të ndërkombëtarizimit dhe socializimit? Sigurisht, mund t'ju them që vetëm këtë vit Kolegji AB ka aplikuar me 50 projekte të reja,
Dhe falë dhe besueshmërisë që ka krijuar tashmë në arenën europiane, ne shpresojmë që një numër i konsiderueshëm i tyre do të fitohet. Zonja Alla, faleminderit shumë për të gjitha informacionet, ishte kënaqësi të të kem në studio, të na informosh për krejt këto projekte që me të vërtet ka një rëndësi të madhe për gjithë studentët e OAB-s, por edhe përveç tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit Emira që na jepni gjithmonë hapësirë për të ndarë projektet tona me ju.